الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë e falenderojmë, prej tij fale, udhëzime kërkojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin e Zotit, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe çdo muslimani që e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Falenderojmë Zotin e Madh Gjelle Gjelalu, i cili na begatoi me arritjen e muajit të Ramazanit. Falenderojmë Zotin e Madh Gjelle Gjelalu për çdo të mirë, çdo begati, çdo mirësi që na jep gjatë mëngjesit dhe gjatë mbrëmjes dhe gjatë ditës dhe gjatë natës. Falenderojmë Zotin e Madh te bareke ve teala për Islamin, për Ramazanin, për Kur'anin që na e ka zbritur dhe na ka bërë musliman. Gjithashtu falenderojmë këshillën e kësaj xhamie, të cilët na kanë bërë ftesë në krye me khatibin e nderuar, që t'i ndajmë disa minuta bashk duke shfletuar nga libri i Allahut dhe suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar xhamali, nuk ka begati më të madhe, nuk ka mirësi më të madhe që Zoti ta ka shtyr imrin dhe ke arrit muajin e Ramazanit. Dhe tani je në panajër, je në treg të fitimit të madh të Zotit Gjelle Gjelalu, andaj duhet shfrytzuar ky muaj, duhet shfrytzuar çdo dakikë, çdo minutë, çdo çast për të arritur shpërblime të mëdha nga Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj do t'i ndajmë disa prej dobive dhe mësimeve të cilat na i lë neve Ramazani. Shpesh Ramazani te na bëhet si një rutinë. Vjen Ramazani si muaj të tjerë, agjërojmë po ne muslimanët, mirë po nuk ja vjelim mirë frytet. Nuk janë nxjerrim mirë të gjitha të mirat të cilat i ka muaji Ramazanit. A dhe ndolit ndalemi mirë se me çfarë muaji kemi të bëjmë. Muaj i vetmi muaj që Allah e ka përmendur në Kur'an me emër Shahru Ramadan, muaji i Ramazanit. Ne i them Ramazan në gjuhën e Kur'anit të Ramadan. Muaji i Ramazanit në të cilin Zoti e ka zbrit Kur'anin, në të cilin Allahu Gjelle Gjelalu e ka zbrit dritën për njerëzimin që të udhëzohen në rrugën e Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj ka qenë Ramazani sebeb, ka qenë Kur'ani sebeb me ardh Ramazani dhe jo anasjelltas. Pra njëherë ka ardhur Kur'ani, pastaj na ka pru Ramazanin dhe na ka pru agjërimin. Andaj të mirat të gjitha kthehen te Kur'ani. Për këtë arsye ne duhet ta njohim Kur'anin fillimisht, që ta njohim pastaj Ramazanin. Andaj atë sa e njohim librin e Zotit, atë që njohim edhe Zotin te bareke ve teala, sepse mënyra e vetme për ta njohur krijuesin ton, furnizuesin ton, Zotin ton Gjelle Gjelalu që na ka krijuar dhe na ka sjellë në këtë dunja, është libri Allahu te bareke ve teala. Andaj duhet ta njohim mirë këtë libër, nga se në këtë libër ka ardhur Ramazani. Në këtë libër është përmend Ramazani. Që ky libër na ka bën neve sot tan ditën kemë agjërueshëm dhe tani shpresojna me vazhdu natën me namaz taravih. Për këtë arsye të nderuar xhamali, begatia e Kur'anit te na është begatia më e madhe se trupa që i kena, se syt që i kemi, se veshët që i kemi, se begatit që i zotrojmë në gjymtyrët e tona. Mësimi i parë që duhet ta kuptojmë të nderuar xhamali për Ramazani, cili Ramazani neve na mëson se besimtari është i disiplinuar, ka orar. Andaj në Ramazan kena syfir, kena iftar, kemi taravih, kemi të gjitha gjërat të ndara me orar. Andaj njëra prej problematikave më të mëdha të muslimanëve, cila është kaosi në organizimin e jetës. Andaj vjen Kur'ani për me na kthye në një administrim të kohës, i cili administrim siguron edhe jetë të mirë. Cila është ajo sekret, cili është sekreti që e bën Ramazani jetën më të këndshme? Ku është sekreti që njeriu në Ramazan njihet më rahat, edhe buka dihet kur o buk, edhe kur s'ha dihet që s'jetu hangër, dhe këtë kjo ka një sekret, ka një fshehtësi. Fshehtësia ku të ndëruar xhamali në rregullimin e mirë të kohës tonë. Andaj ti i gjen plot për njerëz që nuk kanë rregullim të kohës. As nuk e di kur xhohet, as nuk e di kur ble me flet, as nuk e di pse çohet e çka ka me bë. Për këtë arsye të ndëruar xhamali, prej Ramazanit mësimin e parë që duhet ta marrim dhe ta lexojmë mirë dhe të vazhdojmë pas Bajramit me të njëjtat orare. Allahu Gjelle Gjelalu na ka bërë obligim Ramazanin që ta agjërojmë ta për çfarë?
që 11 muajt kemi model, ërnek, kallop, qysh mi aba 11 muajt e tjerë? Qysh me jetu na? Qyre Ramazanin? Allah o dhët, qysh jetove në Ramazan? Aja dilke, tani për shembull, si cili pi juve on pun, ose ka një angazhim, apo, mirë po në Ramazan, edhe ja del me agjeru, edhe ja del me fal taravin, edhe i kryin punët e tua fizike, edhe han iftarin, edhe han sifirin, të gjitha i mrin, pra grumbull veprash me 1 muaj. Ku është sekreti? Pse jash Ramazani s'mujna? Se s'kemi orar. Andaj vjen Ramazani me të kallëzu ty edhe muhe. Njeriu duhet të rregullon orarin e vet. Por shka Allahu i ka shpërnda 5 kohë namaz, pin sabat dhe njaci. Ka mujt mi fal grumbull. Jo, i ka bon sabat 2 reqat, i ka bon drejt 4 reqat, i ka bon i kindi 4 reqat, në 3 reqat i kije në aksham, e 4 njaci. Për çfarë arsye? Që me ta mësu ti disiplinën, ka orar këtu. Ti duhesh më qunë sabat për orar. Shiko, namazi ma pak reqate që ka farz o sabaj. Me logjik që shibje, kur ta trazojsh dikan sabah, herët, a i bje që i ka punë ma shumë. Po, pra kur ti e prish gjumin, sigurisht që puna shumë ma e madhe. A shumë interesant se Allahu ta trazon pi gjumit edhe veç 2 reqate t'i lip. Realisht i kishra numri ma i madh mu lip në sabah, ama është e kundërta. Numri ma i vogël i reqateve në sabah, për me të kallëzu Allahu gjelëvet diçka tjetër. Me rëndësinë është ti me rregullu orarin e gjumit. Me rëndësinë është ti përmbahesh disiplinës që të ka thënë Zoti i Madh te bareke ve teala. Andaj në Ramazan kemi mësimin e parë dhe shumë të rëndësishëm për jetën tona, edhe sidomos për rininë e muslimanëve dhe të rejat e muslimanëve që të adoptohen dhe të familiarizohen me orare. Nuk ka sukses shumë dunja të ndëruar xhamarli që s'ka orar. S'ka mundësi. As se di kur ka me ra, as se di kur ka muzgju, as se di kur ka me punu, as se di kur i ka të ndara punat. Jo, s'ka mundësi. Shikonaj, Allah në ka mësu me precizitet. Ka syfir, tak, vjen dakiki e len, pastaj vjen iftari, vjen dakiki e prish. Këtë kjo çka të mëson? Kjo të mëson se besimtari zban me jetu në kaos, jeto me disiplin, jeto me ren. Allahu e do renin. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allahu dëshiron që kur do njëri prej juve ta ban një punë, ta porsos ata. Ban e mirë. Kur ta mirësh një punë, ban e mirë. Anin çat zanat çka jeti ama ban e mirë. Në qatë mjeshtri që ka jeti ama ban e mirë. Mos e ban kaos, mos e ban kuturë që i thejmi neve, mos e ban vetëm shkele shko, por le t'i ketë hije. Në zanatin tanë le të ketë hije. Andaj mësimi i parë është organizimi i jetës së besimtarit. Çfarë? Me orar të përshtatshëm për drejtimin e të gjitha veprave. Kjo është e para. E dyta të nderuar xhamatli. Por na kallzoni me Ramazanin një mësim shumë e rëndësishëm. Cili është ai? Zakonisht jashtë Ramazanit ankohen njerëzit. Qysh mi falve pas vak namaz? Kena angazhime, kena pun. Sëmbi mri o gjaun edhe mu falve dhe mi që pun në vend. Apo? E Ramazani vjen për gënjështrim për ketë dembeli, për gënjështrim për ketë fantazi. Apo? Kjo është një fantazi e shejtanit. Allah dhe ja'idukum shejtanu l'fakra. Shejtani ju tut pi fokora lokit për mi largu prej Allahu gjel gjelalu. Andaj, Ramazani vjen për mi kallzu çdo njeriu se ti ki mundësi, po, nuk po dëshiron. Çka ka bo që muaj mars, apo a është Ramazani që hec në për muaj? Ne e kena kalendarin e diellit që nuk lëviz hiç, janar, shkurt, mars e kështu me radhë, edhe e kemi kalendarin e hanës. Shumë interesant të ndëruar xhamatli. Allahu e ka bëhe muajt honor me lëviz. Apo shash e përcjellëm të verës, po shkojnë ka dimri. Ramazani vjen 10 ditë çdo herë ma duke lëviz për të kallëzuar Allahu tyje se çdo njeri, pavarësisht në cilin muaj është në diellor, ai kur e organizon jetën në Ramazan dhe ka kapacitet në Ramazan, më fal namaz, me agjëru Ramazan, me fal taravi, vini re të ndëruar xhamatli. Vini re. Në Ramazan i falmi çdo natë ka 20 recate shtesë taravi. A 5 vak namaz janë 17 vakte gjatë të ditës. Pra minus 3 pi taravijës. Minus 3 pi taravijës. Që shka mundësi njeri mi falë çdo natë ka 20 recate taravi, e jashtë Ramazani mos me mujt mi falë 5 vakt? Osh munges çfarë? Munges dëshire. Andaj Allahu ta bjeti Ramazanin për me të kallëzu, po munësh, ama nuk po di me rregullue, edhe nuk po din me e ngrit nivelin dëshirës tane për ta zbatuar urdhin e Allahu xhel xhelalu. Andaj vjen Ramazani të nderuar xhamatli për t'i treguar çdo njerit, edhe besimtarit i cili është i disiplinuar me Allahun, pa edhe i cili ka mangësi për t'i kallëzue, ti munësh edhe më shumë, ama s'po do.
Ti mund edhe më shumë. Argument që i mundesh më shumë, këshira ti edhe po ninon edhe po falesh. A gjeti diçka? Edhe ninon, edhe falesh, edhe punon. Edhe ninon, edhe falesh, edhe punon, edhe fal taravi. Edhe ninon, edhe falesh, edhe fal taravi, edhe punon, edhe bën ziarete, prapja del. Pse? Pra, shiko, sa më shumë që ti zbaton detyrat tua në vakt, ka kohë për krejt. Dhe këtu bereqeti. Bereqeti jo kur ti i thu Zotit po. Po. Çdo herë që i thu Zotit tu përgjigja. Të përgjigjem në thirrjen tënde, Allahu t'jap mundësimin zon krejt punë. Në atë moment që ti tërhiqesh dhe nuk ja zbaton urdhin Allahu te bareke ve teala, atë çfarë ndodh zot? Atë ndodh se ti ngushtohet jeta. Atë ngushtohet shpirti. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, ti kallzojna Allahut edhe mas Ramazanit. O Zot, ti i cili na begatove me Ramazan, kena mu falë edhe mas Ramazanit. S'kena me të haru edhe mas Ramazanit. Ja të ndërum xhamatli, gjysma shkoj. Sot është e 16 taravi. Allahu kur e ka përshkruajt në Kur'an Ramazanin, i ka përshkruajt ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara. Ulemat e muslimanëve, dietarë dhe studiuesit e muslimanëve e kanë komentuar këtë ajet në komente ndryshme. Njëra prej komenteve është Allah ka dashur me lehtësue, ka thënë ditë të numëruara, shkojnë shpejt, ja shkoj gjysma. A disa shpejt shkon gjysma tjetër? Apo për të tregu ti Zoti i Madh te bareke ve teala se çdo muaj nëse organizohet në hijen e shpalljes Allahu xhel xhelalu, çdo muaj ka mundësi besimtari mu kanë afër Allahu xhel xhelalu. Andaj vetëm në muajin e Ramazanit, edhe në ajetet e Ramazanit ka ardhur ajetin Kur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nëse të pyesin robët e mi për mua, thuni jam afër. Andaj të ndëruar xhamatli, mësimi i dytë që duhet ta vjelim, ta marrim si mësim për këtë kursit 30 ditë. Çka duhet me dal? Mas Bajramit mos e harroni xhamia. Mas Bajramit mos e harroni Zotin. Mas Bajramit mos e harroni ndonjëherë me linue nafile, vullnetare. Mas Ramazanit mos e harro se kur thirrë hayya ala salat, Zoti do të thirrë hajde prap. Ai i njëjti Zot që ka thirrë në Ramazan, i njëjti Zot thirrë edhe pas Ramazanit, i njëjti Zot i cili në Ramazan të kanal piraki pipi ujit. Ai jashtë Ramazanit thot veç raki mos pitash ujë pesa dush. A nuk është ai Zot që po thot mos pi ujë? Çka ka? Pse Allah po më ndal ujin mua? Apo Allah kur ta ndal ti ujin po të thot, ti o besimtar që s'pi ujë, atë ka hije mos me pi raki. Ti ujin s'pe. Ujin halal 100% i pastër, halal i Zotit xhel xhelal në tokë, ti Ramazan s'pe. Atë ka hije mos me pi rakien? Jo. Për këtë arsye mësimet e Ramazanit duhet i shtrim na 11 muaj të tjera. Vjen një muaj Ramazanit për më na kallëzu që ti mundesh 11 muaj tjera me jetu që çdo Allahu xhel xhelalu. Mësimi i tretë ndëruam xhamatli. Agjërimi, lania e ujit dhe bukës dhe marrëdhënieve intime. Kjo është agjërim. Agjërimi janë këto 3 komponente. Mos me hang bukë, mos me pi ujë dhe mos me bë marrëdhënie intime brenda një orarit të caktuar, prej sifir deri në iftar. Mirë, nëse e marrim kështu, çfarë dobi, çfarë urtësie ka Zoti mos me hang bukë? Jo, nuk ka kur far dobi e Zoti. As që i duhet buka jote me lanas nuk e le. Ju na që agjërojmë, sa na ndonjë glob, sa agjërojna, paraforsisht 2 miliard musliman të deklaruam, dikon ndoshta 1 miliard diçka milion, paraforsisht 2 miliard agjërojnë. Në rregull, 6 miliard nuk agjërojnë. Ju jep Allah i bukë me hangër, ju jep ujë me pije, kur gjë nuk prish. Globi hec, dilli del, hana del, vazhdon. Ama ti që s'ki pi ujë ta nditën, çka po do Zoti me tije? Të nderuar xhamatli, Allahu don me ndriçu disa prej dritave prej lanjes të ujit tan. Apo, për shembull, që ta kuptojnë çka ka agjërimi, ku a thelbi. Kur ti rregullon rrymën atje te themeli, te baza, apo nëse thuti atje në rregull o krejt e kemi rregulluar rrymën për me shlu dritën, për me shlu mikrofonin, për me punu e telefoni, për me punu kompjuteri. Sa dush ti me thonë a jashtë e kemi shlu rrymën, pa u kallë të drita, çka i thuti? Apo ti thuj sa dush i kishlu, s'po dhezët kjo. S'po na ndryqon neve kjo. Apo, ti sa dush tu i ka bateri, s'po kallët telefoni, s'po punon. Nëse s'punon, dikshka ka defekt. E tani të ndëruar xhamatli, kur ti si tu pi ujë, Allahu çka do pi tije? Kur ti s'pi ujë, Allah i thot, a tu ndezën dritat? Na ta nalëm ujin për me dhanë energji takvëllëki. Na ta nalëm bukën për me t'i shlu dritat e imanit. Na ta nalëm marrëdhënien intime me bashkëshortën tane halal, për çfarë? Për më t'u dhëz dritat. E tani, sa agjëruesve s'ju dhëzën dritat? Ajo është agjërueshëm, rrenën s'u le. Agjërueshëm, namazin s'u ne fal. Agjërueshëm, haramin s'u ne le. Ati që kanë dhëz dritat.
Po, para me në të ndëruar xhamatli. Çfarë kuptimi kish pas që ky llusteri që tonë se skallët? Çfarë kuptimi ka? O shumë i mirë kanë apo su kallka? Apo, çfarë kuptimi ka që ky telefon nëse ti s'e kall? A e ma me veti ndor mos më kani kall? Jo. Ti pse e ma me veti? A e keni pa që shirina hazër? Apo, pak kur dale ati bateria ka funit prak. E të ndërum xhamatli ka Ramazani për çfarë? Kur të vjen shpirti mo lov bateri. Çka ka bë? Dhe Ramazani. Mushe vëlla, mushe, e tani kjo e mbushme, ka efektin e vet, punon telefoni. Kur ti e mbush veturën tane, edhe gjithçka në rregull, apo tash veç dheza dhe hec. Dheza dhe hec ku ki me shkuë. E mirë, si ka mundësi të ndëruar xhamatli? Na me lam bukën edhe ujin. Pra, ato bazat e rrimës i kemi shluë. Pse nuk dhezët? Ka një defekt. Andaj duhet t'i kontrollojmë defektet tona. Pse rrimën na i kanë shluar baza këtu nuk na vën? Pse rrimën atje thonë që ka shluar më drita skallët? Pse rrimën na i kanë shluar neve, energjinë na i kanë dhënë neve? Takatin na i ka shluar Zoti te bareke ve teala, mirë po prap na për shembull sunë përdorna. E kur sunë përdorna problemin ato na, s'po di me punu me ta. Andaj të ndëruar xhamatli, Allahu nuk ka nevojë ti me lan bukën dhe ujin. Nëse nuk i dhëz dritat e imanit, nëse ti nuk e përjeton Allahun subhanahu wa taala. Andaj shiko Allahu cilësinë më të theksuar në Kur'an besimtarëve, cilën e ka përmend, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që e besojnë gajbin. A e ka pa dikush pi juve Allahu xhel xhelalu? Jo. I vetmi pejgamber i cili ka kërku prej Allahu xhelalu ala, erini andur ileka që Musa alayhi salatu wassalam. Allah e ka thënë jo s'mundesh me pa. Lën tarani, në dunjë s'u mshef. Veç në ahiret mund me pa, kujt jam mundson Allahu na bëj fitën ya rabbal alamin. Mirë po, këtë Ramazan ne duhet dalmi nga bota fizike për të përjetuar diçka nga bota e gajbit. A ke përjetuar ti doni herë për shembull, të nderuar xhamatli, kur neve na thuhet xheneti, çka përjeton ti për kësaj fjale? A e përjeton për një me xhenet? A veç e disun në mënyrë abstrakte diçka? Apo, derisa është kjo teori, derisa është si imagjinat, si mjegull, s'na shkohet andej. Kur ta përjetosh xhenetin hakikat, se xheneti ekziston të ndëruar xhamatli. Xhenemi ekziston të ndëruar xhamatli. Andaj vjen agjërimi për t'i ul fizikët tona dhe lëndët të cilat te na janë materiale për të kaluar në botën e shpirtit. Andaj Ramazani vjen për t'i dhëz dritat tona të imanit. Nëse ato nuk dhezën, ka defekt në agjërimin ton. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahut nuk i duhet njëri pi juve me të unt, edhe i etur, edhe i uritur, ai fjalën e rremës unë le. Fjalën e rremës unë le. Çfarë kuptimi ka të ndëruar xhamatli mos pim ujin, që është pjesë përbërëse domosdoshme jetës tonë, a s'mujna me dal rrenën. Në tregti s'mujna pak pa mashtruhe. E në shitblerjet tona s'kena pak mundësi pak me lan mangët. Që kjo ujin çka e ndal ti është për qëllim që ti ku të veprosh me iman. Ti i thu njerit pa, kur i agjëruar që i thu, unë ujin e Allahit se pija, po të mashtroj tia. Unë bukën e Allahit se ka mangur të ditën, po të mashtroj tia, po të bëdallarvera tia. Që kjo është funksioni i agjërimit. Agjërim i efektshëm është ai agjërim i cili njeriu e bën shumë më të mirë se sa para se me qenë agjërueshëm. Për këtë arsye, lipni efektet e agjërimit të ju. Lipi efektet. Çka ndryshova? Sa Ramazana që tu pi juve i kanë zonë? 30 Ramazana dikush i ka zonë, 40 Ramazana, 50 Ramazana dikush i ka zonë. Ka një cilësi të keqe me pas lanë, edhe një cilësi të mirë me pas përfitu, 50. Në fletori janë shumë. Ka një cilësi me pas lanë të keqe. Me pas lanë veç ka një cilësi. Çdo Ramazan thu unë fitova, një cilësi e heka. Apo, a e keni pa të ndëruar xhamatli kur na prishet makina? Apo, një defekt e ka sa gëzomi, e ndreqa. Këtë ma halë që ka zonë. E pat be një defekt për e ndreqa, gëzomi. A e në gëzu dë njerë për qemu, valla be e kam pas i ves, u shaj që shumë, ama alhamdulillah nuk përshara mo. A mund është mi thonë dikuj qështu? Ama Allah na muslimat dhe në, o gjokejt, ama të qamën së më pelan. E mëse së më pelan, pa pëse pa agjonon? Agjërim është për milan që ato. Ti ma shumë po vrapon, a e kiri pa një së në bon rahat. Jo, thot, o gjo, së në riju në thot pa e ndrejq kere, net neje. Do shtë në hitë se përdor, ani thot në neje ndrejq që ati. A i hekën, së në rri pa e ndrejq. Frigoriferi me të prish të shpia, së në rri pa e ndrejq. A gjumët tona, sytë tonë, veshtë tonë, zemrat tona, sa pësojnë defekte, edhe nuk vrapojnë amin ndrejq ato. Shikove zërë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një defekt në paspat e vetja, minjarë kanë vapru me ndrejq. Vrapon ndrejqe. Andaj për shembull, një ditë për ditëve pejgamberi alayhi salatu wassalam ju flet sahabeve. Edhe u rritët imani sahabeve nalt. Dhe njëri prej tyre ka pasur emrin Handale radhiyallahu an. Du dal rrugës
E zatejt Ebu Bekrin radiallahu anhu i thot: "O Ebu Bekr, mu më duket vetja si munafik, si hipokrit." Ka thonë: "Çka ka puna jote?" Ka thonë: "Kur jam me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, më duket pesho xhenetin përpara, pesho xhenemin. Edhe po më hip imani, po më rritet imani, besimi në zemër. Mirë, po kur po dal pi xhamie, kur po shkoj te shtëpia, kur po takona me bashortën time, kur po shkoj me evlat me duqanin tem, diçish po jam i njëjti unë." Tha: "Kjo i bëj unë jam hipokrit." Çka i tha Abu Bekri? Tha: "Nëse e matna me çka standard edhe unë jam çashtu. Se do unë s'jam njësoj kur jam me pejgamberin sa me kur dal jashtë." Ama shikoni çka tha Abu Bekri. Çka najve na mungon. Tha: "Po hajde be shkojmë te doktori. Na e kena doktorin, na e kena mjekun që e ka qua Allahu xhelle xhelaluhu, Rasulullahin të dërguarin Allahut. Shkojmë te ai e rregullojna." Pas sa ka shkuar dhe ka kallzu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë, vleve po na intereson çka. Ka shkuar me një herë te doktori, me një herë ka vrapuar te ai. A vrapojnë ana të ndëruar xhamatli. Për shembull, ti kur e sheh vladin tan, e shprehje të gabuar, a reagon? Kur e sheh vladin tan se për shembull nuk ka i dikum çish duhet, a reagon? Kur e sheh veten tane për shembull se në pazar ja shlove dikujt atje e di, ti ketë mund është me rrejt, ama vetën më në rrejnë? Allahu nëpërmjet agjërimit neve na i prek ndërgjegjet tona të ndëruar xhamatli. Andaj mësimi i katërt që duhet ta mësojna për agjërimin, i cili se mesele ndërgjegje që tu të ndëruam xhamatli, na ketë kena ardhur sot me fal taravien. E hangrëm iftarin apo? Cili pi juve ka qenë agjërushëm? Cili pi juve? Na kret mendojmë që kena kanë agjërushëm, ama kur kush për kërkan se di. Andaj meselja e agjërimit është mesele ndërgjegje. Kur kush nuk e di agjëru, ti i qun sifir, a ki agjëru në akredina, ti ka mundësi që tu ki hongë sifir, mas disa hatëve ki hongër sopo tjetër. Nuk ka me rëndësi ajo, ama kush arë garanton që, me të thonë ti dikush, e pas ke prish nuk e të agjërimi, qka i thu? E di Allah. E që ajo e di Allah, a funksionon edhe në pazar? Kur na ja mot në dikuj 1 kilogram, apo, në emërt 1 kilogramit ja jap në 800 gram, a funksionon që ajo e di Allah? Apo, a funksionon ajo e di Allah? Një ditë për ditëve kalon Omar Khattabi radiallahu an, pram në rrugëve të Medinës, edhe nalët pak para sabajt me një vend, edhe i nin 2 gradë duke fol, një nan me një bijë të vetë, edhe kanë punu ato 2 gradë me qumsht, kanë shqit qumsht. Edhe një ditë nalët Omar Khattabi thot: "Prit veç pak që tu një muhabet qumshti ku ka tu bo", edhe dëgjon prej lartë. Edhe i thot nana e vetë kësaj bijës, i thot: "Oj bi, qiti pak ujë se smirët vesh." Në qumsht të madh, qiti pak ujë se smirët vesh. I ka thonë: "Se Omeri nuk ka me na pa." Omeri e konkretori shtetit. Ka thonë: "Nuk na shte shtetin, qumshtin e ban pak me tamë, me uja jo." Kjo vajza e vogël i ka pas frikë Allahut më shumë se nana e vetë. Andaj çka ka thonë? Ka thonë: "Nëse s'na sheh Omeri, na sheh Zoti Omerit. Nëse s'na sheh Omeri, na sheh Zoti Omerit. Nëse s'na sheh krijetari i shtetit, ka thonë, prisi muslimanëve, na sheh Zoti krijetari i shtetit, prisit muslimanëve." Kur e ka nik këtë fjalë, ka nis me çajtë Omar Khattabi. Apo, ka thonë: "Niçi si nuk se i duhet shtëpisë time. Jo që i tutën Omerit, po i tutën Zotit Omerit." Andaj të ndëruar xhamatli, që ata çka ti me ndërgjegje i të bën me agjërim, dush me bën në pazar, dush me bën në shkollë, ti mundesh me bën sa dush dallavera, ama dush me thon Zoti më sheh. Edukoni fëmijët e juve, mos ju thuj mos e baba ert. Jo be edukoj e thuj mos e zban Zoti s'ka kalon çashtu. Mos u munov mirë me etut, ka çaxhian një vampir. Leve vampirin, thuj nuk ban çashtu. Se neve tu na rrit me vampira, mos ani se me dallojna njërin mbi vampirin. Na i na rrit rruju se vampirit, dil se Dracula dul. Kur kena më na thon dikush neve, mobe se nuk ban, Zoti e ka ndaluar. Jo be mutut na pi axhis me na hier e thot mbark. Jo, as mutut bi deni plakit, as mutut bi dikujna. Jo be veç pi Zotit mutut. Allahu ja thot në Kur'an: "Fala takhshawhum wakhshawni." O ju njerëz, pi kur kujt mos u tutni, veç pi Allahit tutni. Apo, andaj të edukohemi në agjërim të ndëruar xhamatli, që friga e vet me te na tjet kush? Zoti i Madh xhel xhelalu. Sikur që ti kur kujt si jep llogari, a ki agjëru as ki agjëru. Çashtu mos jap kur kujt llogari, ama Zoti ta jep llogari. Apo, kur ti e di se dikush për shembull të ka dhënë pak më shumë parë, ti e di se ai kurrë ndoshta se ne kupton, ama i thua: "O Zotni, merri se tuat janë." Kur ti ka mundësi ti dikujt ja shet një mall, ai vallahi ka mundësi deri në ahiret se i bën fije se ti e ke mashtruar, ama ti i ndërgjeshëm thu jo valla, ka dalë se ka defekt kjo. Kjo është me defekt. Sikur që të parë të muslimanëve të ndëruar xhamatli, ndërgjegja e madhe e zemrës se cila punonte te ta, dilte njëri pitore në pazar. Edhe shit te devën e vet ose kalin e vet ose gomarin, nga sa ata s'kan pas vetura, ai kanë shit ato sena që i kanë pas. Dhe nalët njëri prej tyre prej sahabive, edhe i thot: "Ket kali që e ke nxjerrë me shit. A je i kënaq piktina, i ka cilësitë e mira, sikur që ti kur ja blen kerrin diku ne thu, a ki në rregull,
Çai ka thonë, çka të dërgjegje pastër. Ka thonë vallahi hiç jam i kënaq. Nuk kam i kënaq më për veti, kum dal me shit, se me defekto. Para më nuk kjo ndërgjegje me funksionu të na. Sa të na i thot, valla shko këshiren mjeshtër. Demek, në te diktovsh mirë, nëse dikton, e i dojnë thejë qafën, apo? E zban mjallë thi qafën njëzët të ndërrojë mërli. Për këtë asyje, a Ramazani, a gjërimi, vjen për t'i kalit këto ndërgjegje. Kjo pi mrena kur zma është rahati. Kur ti pi mrena dhu, o, kitë në regull, kur kërë së mshe, ama zoti mshe. Ai qka agjerushëm, kur thojshtë veç Allahu e di që jam agjerushëm, qaj duhet neve me na kontrolu edhe në veprimtarit e tona. Që kjo agjerimi të ndëruar gjëmatli. Dhe e fundit, ja se koha Taravis u ka afruhe, të ndëruar gjëmatli. Ramazani po vjen me na kallëzu edhe një mesele shumë të madhe. Cila është ajo? Të ndëruar gjëmatli. A pilona na ka pak ujnë edhe bukën? A pilona ka pak? Pro pinë si firë dhe një iftar. Pilona ka pak. Edhe marrëdhënat intime. Për çka? Për t'u kalit. Për çka mu kalit? Për çka mu bo hazër? Mu bo hazër se Allah e po t'kallzon. Qire, a pe di që shanë kur s'pi uj? Ka me ardhë një vaksën ki me pi. Kur t'i ishë mborë. Andaj ban veprat mira. Allah po t'kalit. I ki dimonira, e shpërblimi dhe dënimit. Banu hazër, a e di që shqipje 13 saat mës me hangër po? Ka mundësi mës me dhanë me hangër kur? E që ti e përjeton, e ti piksojna e blenë këtë shqisën e re. Cëla në kjo shqisë e re? Kjo shqisë e cilat thot, po para me në mës me hangër iftariq. Para me në mës me mujtë në më hangër iftariq. Ankeq, e Allahu në kalzon neve se banorët e gjehenemit, runa zot, pi banorët e gjehenemit. Ata nuk hajnë hiq. As nuk ju del shpirti, as nuk vdesin, as nuk vinë ujftoft, as nuk hajnë buk. E Allahu neve në kalit me Ramazan. O ju besimtar që s'po pini uj dhe s'po hani buk të nditës. A mund të paramenoni pak si kur kjo mos t'ju më vene kur? Andaj Allah e ka përmenë në Kur'an. O ju njerës, aj qka ja u bet ditën, mas natës, a ka ku drejt përveç Allahit me ta pru dilën dikush? Jo. Andaj Allah mës me e pru e natën. A mujna me bo natë? Ku mujna me kap dikun natën edhe me e pru? Shka ta katë? E mirë, ku të vene nata tash, me takatin ton, mu mledh 8 miliard njerëzi, me kreta zhvillimet teknologjike shka i ka bota, a mundën me e bojë një natë, një dit? A ka takat? S'ka takat. Por këta syje të ndëruar gjëmatli, por në mëson Allahu në përmet agjërimit, që ti kur e les të makën zbrast, para mendoje as njëherë mës me ra pika ujit ati, sa ishe një keq, për me kuptu këta, e diti kur e merë atë ujin e parë kur e pi, a dhe mirë, apo? Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, besimtari agjeruesi ka dy gëzime. Gëzimin e parë kur e ka, bismillah kur e prish. Allahu na mundsof xhelat me pi ujë ya rabbal alamin. Këti ideja edhe urtësia e Ramazanit që ti ta paramendosh që une me bomës me pi ujë, sa keq i bika, e çish i bie mirë, Allahu më na fut në xhenet, Allahu na bë fytyrë me na thon, hani dhe pini edhe gëzohuni se kurçja unalna. Kulu washrabu hani'an. Allahu ja thon Kur'an, hani banorë xhenetit ju thot, hani dhe pini kënaqshëm. Kur i be ajo? Kur ti mo largohesh pi azapit. Andaj ky agjërim vjen ty me të kallzu, se janë dy mundësi, shpërblim dhe ndëshkim. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se Xhibril alayhi salatu wassalam i ka thonë, o Muhammed, ai çka e zë Ramazanin dhe nuk i falën gjunat, pra nuk e hek qafën e vet pi xhenemit dhe nuk e fut kamën e vet në xhenet, zvar i shkov hundë e tij në zjarr. Andaj kujtone sa i bie ran pa buk, kujtone sa i bie ran pa pi ujë, kujtoni të mirat e Zotit xhelel xhelalu e mbi të gjitha të mirat që la'allakum tashkurun. E jeni mirënjohës. Jeni mirënjohës, vallahi di dinar me të një mund dikush në dunja kursën e haron. Një bombon ta ka dhënë dikush në mahall, kurse gjithmonë për të mirë më men. Sa na ka dhënë Zoti jon xhelel xhelalu? Sa na ka dhënë? Jetën ta ka fal, trupin ta ka dhënë, syt i ka fal, vesht i ka dhënë, zemrën, trupin, begati, familje, shtëpi, krejt Allahit i ka dhënë, evlad, nipa, krejt Allahit i ka dhënë. Sa i ki borxh ki Allahit dhe prap na nuk falemi? Prap si japim zeqat? Prap nuk bojmë haxh? Prap e shkelim haramin? Kjo i besë na nuk jena mirënjohës ndaj Zotit ton te bareke ve teala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu në këtë mes të Ramazanit, ku jemi iftarin e 15 dhe taravin e 16. E lutim me gjitha emrat dhe cilësitë e tij të larta që Allahu ta ban kabul pe ne vajërimin.
Allahu t'i shkruan emrat tona në banorët e xhenetit ya rabbal alamin. Ti liron qafat tona pi zjarrit të xhenemit, zjarr i cili është përgatitur për zullumtarët dhe për pabesimtarët. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala na jep shëndet dhe vullnet, që të vazhdojmë me vepra të mira, të vazhdojmë me agjërime, të vazhdojmë me sadaka, të vazhdojmë me Kur'an, të vazhdojmë me taravi deri në Bajramin e këtij Ramazani, dhe të na mundson Zoti që këtë jeta jon me qenë veprimtari kushtuar Allahu xhelle xhelalu dhe hyrja në xhenet jetë Bajrami i madh me izën dhe lejnë Allahu te bareke ve teala. Ati ku ja kemi qelluar ka qenë prej Allahut. Allahu na shpërblen, e ati ku kemi gabu ka qenë prej meje edhe prej shejtanit. E lutem Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.